Ndërsa temperaturat po ulen, rastet e gripit po rriten çdo ditë. Në ordinancat mjekësore, numri i pacientëve me simptoma të ngjashme gripale është shtuar ndjeshëm. Koll, ethe dhe lodhje janë disa nga shenjat që po i detyrojnë qytetarët të kërkojnë ndihmë mjekësore. Se si ta vërejmë gripin e zakonshëm nga një virus sezonal dhe çfarë masash duhet të marrim për ta parandaluar, kemi kontaktuar mjeken Sefjane Bellçishta, e cila sjell këshilla të vlefshme për shëndetin në këtë periudhë të vitit. Tani mund të themi se sezona e gripit sipas kalendarit do të fillojë prej muajit tetor, mirë për këtë herë filloi ti pak më herët me simptome të një rrjedhje hundës, një kokëdhimbje, të shitje, ishin simptomet e lehta, të cilat te dikush u komplikuan se për shkak arsyeve tjera, për shembull ushqimi më i dobët te ata persona apo imuniteti më i ulët te ata persona, edhe komplikimet fillon të marrin ndezje të fytit, ndezje të veshit, apo ndezje të organeve të poshtme respiratore, si dhe shumica të gratë, ma tepër kemi pas edhe ndezje të pjesës së poshtme urogenitale. Shkaku për këta simptome që u paraqiten edhe sezona është se shumica prej tyre nuk i kanë marrë në kohë gjatë kohës së fëmijërisë vaksinat, se vaksina shumë na ndihmon për rrujtjen e imunitetit, si dhe mbrojtjen për disa sëmundjeve të cilat mund të jenë edhe fatale te dikush dhe mbarojnë me vdekje. Mjekja thekson se përveç mungesës së vaksinimit në moshën e hershme, këtë vit sëmundjet gripale janë përhapur edhe për shkak të ndotjes së ajrit dhe ushqimit. Sipas saj, ajri i ndotur nga veturat dhe mbeturinat, si dhe ushqimet e trajtuara me pesticide, ndikojnë në dobësimin e imunitetit dhe shfaqjen e infeksioneve. Ajo paralajmëron se konsumimi i ushqimeve të kontaminuara mund të shkaktojë diare apo helmime, dhe në raste kur simptomat zgjasin mbi 3 ditë, duhet kërkuar ndihmë mjekësore. Mosha që preket më së shumti ndaj gripeve sezonale, ajo tha se është prej moshës 6 muaj deri në 4 vjeç. Më tepër preken fëmijët të prej moshës, dhe themi prej 6 muaj fëmijët deri në 4 vjet, mandej fëmijët shkollor, se aty ambienti është i mbyllur, njëri të jetë i sëmur, me një teshitje apo me një kollitje mund të ndjesë të kolektivi që janë aty në ambientin e mbyllur. Si dhe mosha mbi 60 vjeçare, edhe ata kanë imunitetin më të dobët, se metabolizmi ka ata është më i ngadalshëm për të bërë ndonjë ndryshim në organizmin e tyre, si dhe pacientët që janë me sëmundjet kronike, si dhe pacientët me sëmundjet nefrologjike, do të thotë si dhe pacientët që kanë sëmundje me eshnat, që kanë formë reumatike që u paraqit si ndonjë artrit. Mjekja thekson se këtë vit vaksinat janë të kombinuara, pasi përfshin edhe atë kundër COVID-19, i cili është paraqitur sërish, por në një formë më të lehtë. Ajo bëri apel për kujdes të shtuar në higienë dhe ushqim, pasi mungesa e tyre mund të komplikojë viruset sezonale. Po ashtu, mjekja shpjegon se viruset e grupit A transmetohen përmes kontaktit të drejtë për drejtë mes njerëzve, ndërsa të grupit B edhe nga kafshët tek njeriu. Ndaj duhet pasur kujdes në çdo rast. Në fund, ajo këshillon që prindrit të ruajnë pastërtinë e fëmijëve pas jashtë, të ndërrojnë rrobat dhe të kujdesen për ushqimin e shëndetshëm. Konsumimi i frutave sezonale, si rushi, mollët dhe gështenjat, ndihmojnë në forcimin e imunitetit dhe mbrojtjen natyrale të organizmit.